Mimrama dhe përshëndetje miq të RTI-s. Nga do që jeni dhe nga do që na dëgjoni, e shikoni përmes ekranit të RTI-s dhe përmes media sociale, përshëndesemi me përshëndetjen islame. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Edhe sonte si zakonisht në çdo emision, pra përmes linjës telefonike në 046 220022 mund të bëni pjesë e emisionit, padyshim për të marrë përgjigje apo këshilla nga hoxha i nderuar doktor Shevçet Krasniqi, të cilin e kemi sonte në këtë emision. Selamu alaikum, mirë se erdhe. Aleikum selam, mirë se jeni. Atëherë pa humbur kohë shkojmë tek pyetjet me SMS. Thotë selam aleikum për ju dhe për hoxhën e nderuar. A konsiderohet se vap nëse i japim dikujt përparësi në komunikacion? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah në falenderojmë, salavat dhe selam pejgamberit e bekuarit i dërgojmë, familjes e tij, shokët e tij dhe gjithë atyre të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën e tij burrë të madh derisa tek kësaj dite, ata të cilët vijnë pas nesh deri në kiamet. Pastaj, a konsiderohet sevap nëse japim përparësi dikujt në komunikacion? Vetë fjala me dhënë dikujt përparësi jep në kuptuar se bëhet fjalë për një etikë, kulturë, për lëshim pa, për dhënie përparësi tjetrit, prioritet tjetrit, rëndësia e tij më shumë se vetes. Për çdo send, që tjetrit i jep përparësi, tregon se ti ke të pare të larta të etikës, i njëri i edukuar, i moralshëm, i sjellshëm. Për të nëran me përbok, për nëran shëtore, në bank, nëran që presin njerëzit shumë herë, është njëri më të vjetër, një grua me fëmijë, i jep përparësi. Njerëz të hip në autobus, të hip në tren, i jep përparësi tjetrit. Në për karriga ulla që në tren autobus, ti e ullë më heret, vjen një grua me barë, një grua e vjetër, një plak, i moshuar, ja përparësi ullet në karrik të që është në kam. Dhe kështu më radhë, komunikacion jep që të përparësi. Çdo kënd, kjo është etikë, kulturë. E që nuk them se kena mungan, nuk them, por nuk është e mjaftueshme. Bashkëkomunikacion pasi potencove, bashkëkomunikacion na mungon. Për atë komunikacion ne shqiptarët jena të gotshëm, pak sabër kena. Andaj edhe shpesh përdorim burin, me një bomb. E vrasht është ajo. Buria është e vrasht. Ajo përdoret raste emergjente. Atë nuk ka emergjencë. Atë ka ngoti, pasabër, për nëzitën, s'pa pasabër, nuk është në rregull apo, mësë ngot, komunikacion është të gjithëve. Jepjo njerëzve përparësi. Respektoj njerëzit. Është cilësi e lartë, është pjesë e moralit e etikës e besimtarit. Po. Atëherë kemi telefonat. Nëse kemi në linjë, inkuadrojmë. Selamu aleikum. Aleikum selam. Por nëne? Ju përshëndes juve dhe hoxhën në studio. Faleminderit. Desha ta bëj një pyetje hoxhës. Por nëne me pyetjen? Ne jemi rrit jetima, 4 jetima. Do me thonë, baba na ka lënë shumë të vogël, ka shku martu me dikant tjetër, edhe na ka rrit nana. E kur jena rritë na, vllai jam i vogël, u interesu për babën, edhe ka lype e ka gjetë. Por kur ka marrë vesh nana që e kena gjetë babën, u konë shumë e mërzitshme. E deshta vllai jam ka porosit me vetë hoxhën, a ka hinë gjuna, kena hina në gjuna me nonën, që kena lypë babën, kena dash me ditë kush është. Edhe me njoftë, as me njoftë se kena njoftë.
Deshta një përgjigje prej hoxhës që Po. ka mundësi, a kina hingjina me nane, nana ka Qartë. shka vdek, është e vdek na kina lidhje me babën, i majna lidhje të halo, ajo është gjallë. Po Drejt. s'jeton me neve, ajo është me gru tjetër, me fëmi tjerë, me... Qartë është pyetja, do të më jani përgjigjen, ju përshëndesim, selam aleikum. Aleikum selam, natën e mirë, faleminderit shumë. Natën e mirë, Allahu të rujt, edhe vëllaun tënd është për bleft, vëlla i mirë është ai, djali i mirë është ai, i cili o interesu për babën e vetë. Edhe Allahu ja ka lehtësuar, e ka gjetë babën, i ka njoftu edhe vëllezërit e motrat e tjerë me babën, edhe u bë shkaktar sebeb, edhe sot kësaj dite tash tutje vazhdojnë të ruajnë raportet të mbalidhen me babën. Kjo është për çdo lavdat, Allahu është përbleft ata mas pari, pa dhe juve të tjerëve. E nanën e juaj, Allahu e falët. Nanën e juaj, Allahu e pas të falë, sepse pa të drejtë është hidhuru. Pa të drejtë është hidhuru. Tash ajo ka vdek, dhe ne për njerëz të vdekur nuk bën të flasim vetëm se mirë. Ama nuk kanë rregull. Pashan e zat nuk kanë rregull. Ka marrë parasysh arsye së ikjes. Lutem. Fiqa, sa zëllumi bëhet këtë dynja në raport me fëmijë. Sa dynja zëllumë plot. Plot zëllumë. Por në raport me fëmijë. Edhe kur janë bashk, mundohet njëri apo tjetri, e më shumë është të theksuar të gratë të nanët. Më shumë. Mundohen me bëth fëmijën për veti. Edhe qatë liri, nëse mund të quaj, apo qatë kompetenca, qatë autoritet, që asaj ka mungu. Thuj halema qartë qatë pushtet që ka dosh me pasa e pe që ka ardhë. I ka mungu, e ka vujt. Kur të rritën fëmija, i bën fëmijë pe veti, dhe komplet i këthen kunder babes. Sa rast e ki tila qështu? Sa, wallahi, liber shkru. Me shumë vëllime. Liber shkruan fatkeqësisht. Unë flas, po të flas edhe teorikisht, po të flas edhe praktikisht, sepse njerëzit me mu qajnë halë edhe dirte, edhe të mbrenshme familjare. E unë javdi halët e dirte të njerëzve, fort mirë javdi, popullit tim, fort mirë javdi. Ta shima gjenët kur janë bashkë, kjo kur janë bashkë, gjithmonë një pjesë e grave, natyrisht. Gjithmonë. Kur të ndahen, me bo mu nda, këtu tash pelset, që me thonë, këtu bëhet gazepi më. Sepse se cila familje, ta shtu dy partë zakonisht sharrojnë. Kur shkën fëmija të baba, apo nëse janë me babën, nuk lojnë sen pa ju thonë fëmijëve kundër nanës tyne. Nëse fëmija shkojnë me nanën, apo kur shkojnë me najtë të nanë atje, nuk lojnë sen pa i thonë kundër babës. Nëse nana prishet me babën, për x arsye, apo baba prishet me nana dhe baba shkon sikur se ky rast. Tani më nana është e fokusuar dertin, preokupimin kryesor të jetës e ka, që fëmin mundësisht kur në jetë mos mja leju ish burrit saj apo babës së tyne me taku. Pse? Nga mlefi, urrejtja madhe. A nuk nale ta njerëz
e me u kujtu. A nuk nale ta njerës me qitë gishtin krye me mentu. Ti je prind, babë, nan, prindi. Qysh duke ty, qëfar ndjenja kite nëse privohesh, ndalohesh, të pamundsohet me i taku e vladet tu për një kohë të caktuar. Po vesh këthejnë kundërten. Qysh janë dalën gruas me pa fëmijët? Qysh janë dalën burrët me pa fëmijët e vetë? Jo është të keqaj për ty. Gjithmonë thej për ty. Jo po kanë edhe për fëmijë keq, o kanë, a nuk do thotë që është. Për ty hala është i keq. Ti mëse në rata, s'ka dërt. S'ka dërt. Ti e ke fitue një bindje, ndaj ati burri, apo sa gruaja. Sa e grua nuk është për mua dhe më nuk duhet të dëgjoj për të deri në kiamet. Ani dhe, e ke lëshu tash i liru me ta. Ose e ndapi tina, s'ki puna atë burë më. Por, raporti ti, ndjenjat e tina, ndaj fëmijëve, apo të saj ndaj fëmijëve, janë ndjenja prindërore. E të t'ju Allahut. Të t'ju Allahut. Se një hajvan, shtas, me bo me nda për të voglit sajna, për nanën për të voglit, dje se të malkan të madhi Allah, e lërë më nana e shkret, apo baba e shkret. Andaj fëmit, sa të janë të vegjel, nuk kanë fuqi, nuk kanë atë guxim, me lyp prindin tjetër. Momentin që rriten, pjeken, po kanë për vetë. Nanën jetyben të veta, as për kalzëj, as për veti. Babën, vallahi, as për kalzëj, as për veti. Po kam e lyp nanën tem, guri, e drumdru, e shpi, dhe i të gjej. Apo në këtë ras babën. Ja, mare, ja. Një jetë kja. Me të kalu jetë aty. Baba gjallë, ti gjallë. Nuk e lyp babën me taku. Jesë të lyp e mu. Pse po me ndanë të kondërten? Të tanën krye. Ku e dindi që ajnë e këtë të lyp? Ku e dindi që farë halit dherë të ka haj? Pas të është prind, bre. Nëse zatën pak, po për them këte, besej që javlen, sepse nuk janë rastet ralla. Kur ndahen qifti bashkërtor, fokusin kryesor e kanë, qysh mi bëj zëllëm tjetërit. E mos mushin bëj zëllëm të ashenda në përmjet fëmijëve bile. Dhe është një element apo një fenomen tjetër. Shumë herë edhe më e rëndë se kjo. E merr gruan e cila ndapi burrit dhe kalon fëmijë. E merr. Dhe ja akuzon gruas që mos me kontaktu përjet me fëmijët e saj dhe burrit parë. Dhe e shkreta, vesh një zot e din. Edhe zemra saj, sa vuan për fëmijët e saj, e sa herë ndoshta ja stekin qëllë bën me letë, po nuk gëzën zame qitë, mos më vrejt, apo kur është vetën kanë për e vlad. Ama aja ka vlad të burë këtë, nuk i mungën kur gjo nga dynjaja, po nga ana shpirtërore, emocionale, kalan e vlad. E këto, kjo rebel, kjo mendje madhe, kjo është ignorant, arrogant. Kjo bën qef këto. Me grua me fëmijë, ndërsa nana një pjesë zemrës e ka të fëmijët e para atje. Kjo e borri mira, që ke muslimën i mira, kjo pasha Allah vetë sa des. Kjo vetë sa ta shti me lachet në dorë.
Se miri ky miri, e miri ky miri, e miri ky miri për shpirtin e vetë. Andaj në këtë fush, këtë drejtim, shumë zëllëm bëhet. Nuk bën me ngu nanën, nuk bën me ngu babën, për i rasteve kur nuk bën me ngu, lejohet mos me ngu, madje nuk bën me ngu. Është dhe që kë rast, qësa raste. Kur thot nana, baba ka një keq, apo baba thot nana juve ka kështu, nana juve ka kështu, me kanë një mirë shamojtëne. Ti baba së në shasinë, thu ba për i zedë, zotit, mëse falë për nanën te. Për hirë të Allah që e besë mëse falë për nanën te, mas bardhazi. Në shasinë në nalë, po ti, pa lejën e tina, pa dijen e tina, lëpe nanën tane, e sheja aromen e nanës, e aromen e babes. Andaj ju keni bërë shumë mirë, Allah ju shpërbleft, e lutëm për nanën me falë Zotit se nana ka gabuar. Po. Vazhdojmë tutje, kemi telefonatën e radhës. Selamu alaikum, përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum selam. Jam i dëgjuese nga Prishtina. Deshta me parashtru një pyetje, fakt është më shumë sugjerim për një temë që kishim një diskutuar në emisionin e juaj. Vitin e kaluar ka ndodhur një rast në Tiranë, që është përmend media, fëmijë 13 vjeçar është kontaktuar përmes rrjeteve sociale nga një 17 vjeçar, i cili kur e ka takuar këtë fëmijë ka ushtruar tek fëmiu disa orësh. Po përmend këtë rast, veç me argumentu që duke i ble fëmiu telefon, duke lejuar me pas rrjete sociale, fëmiu të rrezikohet pikë parë siguria fizike, e mos flasim për dëmin që fëmijët ja shkakton qëndrimi para ekraneve në rrjetet sociale ka disa orë në ditë, shëndetet mendor të fëmijët, zhvillimin psikosocial. Është bazë zakonshme që fëmijën do të jetë 10 vjeçar me pa me iPhone dorë. Me këtë dinamike që është në ditë sotit, kur të dy prindërit të rohen me punu, nuk është e mundur prind me pas kohë mjaftueshme, m'ia kontrollu fëmiu telefonin apo m'ia kufizu kohën sa rën telefon fëmiu. Kështu që ju kisha sugjeruar me fol për çështë temë, u bë thirrje prindve që fëmijëve tyre më kriju shprehje të mira, me lexu, me angazhu në sport, me marrë me aktivitete. Sepse këtu nuk është në pyetje vetëm siguria fizike e fëmijës, në shenja, këtu është në pyetje që na pret neve si shoqëri. Nëse na në shoqërinë tonë vazhdojmë me rrit fëmijët me të ekspozum kaq shumë para ekraneve, dhe nuk janë gjendje me përmend asnjë libër që kanë lexuar në vite, sepse jo mbat varën për teknologjisë, rrjeteve sociale. Kaq kisha, ju faleminderit. Faleminderit edhe nga ana juaj. Allah e trujtë e motër. Kjo folës me qenë psikologe, mashallah, apo sociologe, ma shumë se sociologe, Allah e trujtë. Krejtë ashtu është, nuk ka pikë dyshimit. Para 3-4 dite nuk e di, se disa jo televizion e këni përcjell RTI apo e këni publiku, kryeministri britaneze, unë e pash një BBC, kryeministri britaneze zyrtarisht ndalën fëmijëve, nuk e di në cilën moshke, përdorimin e rrjeteve sociale. U ndalën në këtë Britaninë. Britania është zemra e Evropës për nga ana e civilizimit të kulturës, e teknologjisë. E që në kuptan se e tërë bota, apo pjesa dërmuese e botës, ku ka dëmpërtu që ke farë teknologjie, është një sfidë madhe, veçantë rinia. Edhe se damat janë më të mëdha se sa do bijtë, për rinin, jo vetëm tonë për këtë botës. Damat janë më të mëdha se sa do bijtë. Edhe se kjo rini është duke shkuar drejt një degenerimi, e shkatërrimi, ku Zot e din ku do t'i del funi, ku e kanë funi, apo si të t'i del funi. Ne në shtetin tonë nuk besoj që kemi atë aftësi, madje nuk besoj që kemi atë interesa, edhe atë interes e lërë me ma shumë, për me dalë fëmijëve, me dalë në marrë dhe një vendim për balë fëmijëve tonë, adoleshent, vegjel, e mi jam dalu përdorimin në rrjeteve sociale. Tani, unë nuk e di sa është e mundur dhe se është e mundur nga ana teknike, se shkan kjo çështje, se s'kam që s'marrë vesh te. Por,
Çdo prind, besoj. Apo shumica absolute ty, se do prind ty bëndina që bën fëmija së interesan. Andaj përprashtojmë një 10%, për ndryshe mbi 90% prindërve të ishin të lumtur. Sikurse t'i kthenin fëmijë që kanë qenë para 20 viteve, para 30 viteve. Më nërë pas luftës, deri diku në 2010 ose pak më vonë 2015 ndoshta, fëmijët tonë kanë qenë pa telefona. Shkollën fillore kanë kry pa telefona, fëmija shumë prej neve. Telefonat, dhënia mundësisë për me hy fëmijët ku të donë, është degenerim, është shkatërim, është ngarkesë, është mbi ngarkesë, jo vetëm ngarkesë, mbi ngarkesë, që se në bartë fëmijë. Vetvetiju qasja në për lloj dritaresh, kanalesh, portalesh, e tjerë, është një ngarkesë ku fëmiu s'ka taka, s'ka kapacitet me përmbajt, me përballu. Emocionet e tina, ndjenjet e tina, zemrat i se përballan, mendja tina, truni tina. Pra është një problem shumë i madh. Dhe shumë mirë thamë, prindit janë për puna, s'kanë kohë, vërtet që s'kanë kohë, po dhe nuk kanë vullnet e motër. E vërtet që nuk kanë kohë, po nuk kanë edhe vullnet. Sepse prindi, nëse është paqare me dhanë fëmijët telefon, mas pari pse me dhanë telefon fëmijët? Pse me dhanë fëmijët telefonin moshën 5 vjeçare, 7 vjeçare, klasë parë, 2-3, pse më pas fëmijët telefon, bë me ditë pse. Pse me pas fëmiju telefon? Qa për? Nëse është pyetje me lujt, ani, lejani që se të shpia, ose në kompjuter ose stadione, ku e lunë në te, me orar të caktuar, se kur në shkollë që ka orarin, fëmiju. 45 minuta, bje zilja. Këto 45 minuta dhe bje zilja, mbyllët këve të tiju, më nuk hapet. Kodin, kësë hapet më. O kryje. Por problemi është, jo vetëm tek mundësia e dhënë që jipet fëmijëve dhe hapësira e madhe që kanë dorë së fëmijësit të rriturit, por problemi shumë i madh është apo prezent të vek prindërit të cilët se kanë atë dërë të heqë. Pse? Sepse nana nuk është interesuar me marrë me fëmijë. Nga se aje vetë ka telefonin. Aje vetë mirën atë. Aje shqyrë që është në punë që atje, nëse është në punë, e përnën 7 orë. Vjen të shtëpia 2-3-4 orë, ka punë të shtëpisë paqare, me momenti gjënë pa kohë, e në telefon me një herë. Dhe nuk ka kohë e tani më marrë me fëmijë, jo ka marrë me telefon. Për ndryshë kur s'ka pas aje më telefon më marrë me te, apo ato nana që më të vetëdijshme, telefon e lënë që atje, dhe tash mirët me fëmijë. Qaj është nanë? Le të bëjnë fëmija zhurë, ma mirën bëjnë fëmija zhurëm, e ma halit nga pak, sa me pas heshtje, por heshtje e cila qanë drejt një dëgjerimi, një shkatërimi. Nga se tanë janë të futu një botë, se cila botë veç e veç. Të merë. Fajtor janë prind drejt në shumicën e raste. Nëse kanë mundësi janë të larmishme, njërë për ty një shqetse ka me heret, tjetra mundësi në telefonat e tyne, mi afshit të gjitha dritaret që janë aty.
Mja lanë për shembull një lojnë, por jo me lanë YouTube, por jo me lanë ku diun të farë me hin internet ose TikTok. ose po pra, tash. Ta zami ja instalon një lojë. Dhe telefonin t'ja menaxhon. Jo aj. Jo fëmija. Kjo metodë, kjo rrugë, kjo gjendje, thuaj, ma gjerë, që është të ke përfshi rinin tonë për fëmijëve, kjo ka me ndryshue gjendjen sociale të shoqërisë mbrani gjenerate që na PSP, na gjithsesi, po na i gati shkuam, na tashmë që kena mi 50 përpjete, po ata që kanë ka 15-20 e 30 kanë me u çuditur çfarë gjenerata re ka marrë. Që është katastrofë, është të mërtaj për shoqëri. Pra, evropianët, ata që i kanë zbulu këtë gjana, ata që të parte kanë fut në praktikë, në përdorim këtë gjëra, kanë fillu me ndalu. Nga se kanë pa që kjo është të mërë, kjo është shkatërim e të ardhmes së popullit, të shtetit, shoqërisë. Të marrim telefonatën e radhës, nëse kemi në linjë. Selamu alaikum. Alo, mirë mbroma, selam aleikum. Mirë mbroma. Kushtlimi për Skënderoj përshëndes shumë Vojt Shefqetin. Po. Edhe kam një 3 pyetje më këshillu. Urdhani me pyetjet. Pyetja por është në shumë e qaj mirë me bashurtën, jam mirë me bashurtën, po problemi është çështja kryesore është kur shkon të vet. Unë në gjithë mendjen e kam atje, si t'jen kohë, e kemi një mosmarrveshje, edhe tham hamas për shkin tut atje, e sa në gjithë mosmarrveshje kina me to sordje prej vetëve. Pyetja tjetër? Edhe pyetja dytë është, gjithë nati kam të mujtat e soj, mas Prishtinë edhe të vllazënit e soj, kemi pas disa probleme me ta. Kanë ardhur, e kanë thonë shoqës që Po. me qunë milicikit personin burrin tanë, sepse si po të banë zullum, i edhe unë i mundu mas milionës disar mas me shku me rrallu pak të vetë, jenë që kanë thirë bobën tem, pa vete që jenë tem është ka shku, apet kemi pos më smarveshje më këshillu ugja, që argjina me ndollë për vetë dhe nuk është, me gjithse si ko me posi si mos marveshje të këshia, që shmuna minor që të mos marveshje të këshia. A ke fëmijë? Po 2 vajza një djalë. Tamam. Faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim. Selamu alaikum. Këtë është radha për një shkputje të shkurtër dhe pastaj vazhdojmë tutje, qëndroni me ne. Vazhdojmë të nderuar miq me pjesën e dytë të këtij emisioni dhe me pyetjen e atij vëllaut nga Skënderaj. Për çështjen e raportet me gruan, do thotë kemi mirë sa me gruan që mirë, kaloj mirë, por kur shkon te familja vet, duket për shtin dikush pastaj kena sa probleme, dyshon tek motat e saj, tek vllaznia e saj, mi me rallu pak, mos më la me shku. Në parem, njeriu, çifti bashkëtorë, burri dhe gruaja, kur të ndahen dhe shkon gruaja tek familja e saj, secili përmallohet për tjetrin. Kjo është diçka kështu që Zoti e ka lënë te bareke ve teala, andaj do duhej që ata kur takohen me udasht dhe me harru disa, me te kalu, me mshel syt për disa mospajtime që kanë pasur. Bile, për nga ana psikologjike, kur ka mosmarrveshje, mospajtime, mes çiftit bashkëtor të shpeshta,
është mirë me nda njërin për tjetërit, për shumë shku vajzat, më shku gruja me nejtë, familja saj një javë dit, 10 dit, ma pak ma shumë, mënyrë që me vrejt mungesën e burrit, po dhe këmë me vrejt mungesën e gruas. E pas taj kur bashkohen, me pa që prap se prap, venin e ka që aty, se cili tek tjetëri. Dhe kërkon si bjerë ma mirë. Dhe kërkon si bjerë ma tamon se sa të burri dhe se sa të gruja. Pastaj, burri ka nevoj shumë për grua. Gruja ka nevoj shumë për burë. Dhe se jetë bashkërtore, po nuk pati zemërgjërsi, dorim, vetë përmbajtje, e mirë kuptim, po edhe me njëru disa gjana, kështë s'pë i marrë vesh, mësë avru veshtë që të populli, nuk mundesh me kalu jetën bashkërtore. Apo e kalen me vështërësi. Po du me thonë me këte se rani është që kur vjen gruja për atjet me arë më mirë sa që ka shku. Edhe te më sjell më mirë me te. Nga ana tjetër, pse pe lodh kryt, peshtin nana, peshtin motrat, peshtin ata, peshtin këta. Pse pe lodh kryt? Ty më se lodh kryt për atë. Nëse përmene nanën motrat, me thonë, pse përmene nanën motrat? Mes tjeve nuk ka nevoj me ndërhy as nanën as motrat. Problemet me zveti zgjedhëm na. S'ka nevoj as nanën as motrat. Fjala jote se a bën me ndalu me shku, apo jo, nuk bën me ndalu me shku. Sepse po ndikohet pastaj, si pas ti. Tash këtu po ndikohet edhe gruaja dohet me shku duke u pjekur. Nuk ke nevoj me ngu për burrin tënd askënd. Këtë dynja. Madje as nanën tane cilat ka ba. Nuk ke nevoj me ngu. Po ashtu edhe djali. Nuk ka nevoj me ngu për gruan e vet askënd këtë dynja. Madje as nanën e vet e cila ka ba. Sepse nana jote dhe nana saj e ngra. Gruaja jote është gru, ato janë ngra. Mos të harrojmë se gruaja din të gjelëzoj. Që nana jotja, nana saj, gruaja jotja, motër jotja, apo motër e saj. Din gjelëzoj. Pastaj, nuk është në lëkurën e gruas tante. Andaj nanat e mira pak flasin me bija në raport me burr. Veç më nëhet me nuhat. Mos ka diçka që vajza po më shefe mos të hiq. Apo mos vajza pe bë pa drejt burrit të nana spedin e me munu me mjeku më herët para se më rrit. Për shembull, vajza vjen shpesh të nana. Nana më aq më mirë do të thonë vajzave se bi pse vjen kaq shpesh. Je po në smyrë, je më në shmenajti të pasha zotës të burë shkuti. Jo bje, jo. Ti të burë në tje. Në ke që kam e lip marrë, zda javë dhe të anë. A morë vesh? Ta shenë telefonat, ti vjen njërë në dy javë. Ose vjen për ditë. Qa vjen për ditë? Për qa vjen për ditë? Për çka? Kur vjen për ditë, shpintanës brast. Do shta burë ka nevoj për ty. Vjen të shtëpia ty nuk gjenë. Ai e më shef, e përbin, një herë dhe të herë, 50 herë 100 herë, një javë një muj një vit, por diku vjen ty mbledh. A nana mirë e vren këto. Pra, nuk e përzjedër për së drejti, por në hatë. Sepse qëllimi kryesor i nanës, që ashtu duhet jetë, i dy nanave,
me kanë rahat djali, me re, apo qika me burr. Këta me ka të lumtë. Të tjerët janë dëtësor. Janë dëtësor ata. Primara është me pa vajzën e lumtur, po dhe djali lumtur me nuse. Andaj më se ledhë krytë Allahu të rujtë me thonë, me nalgrun se gjëna është ashtu, dhe nuk nëreq punë ashtu. Ashtu kërjem probleme, shtëm problemet, i rrit problemet. Nuk nalet gruja për të vetëve. I ka babën, nani, ka familje. Dhe është një sendë dhe më sta zgjasë se te të përfundojnë. Disa gra, Allah i falti, i drejtoft, çka të thot burrë, çka të thot burrë nuk e marrin as ande as këndej. Pa marr vizën atje apo miratimin e familjes vet. Gruaja e mirë nuk i debaton të gjitha gjërat që debaton me burr, nuk i debaton me babën me nanën atje. S'ka nevojë me ditë baba e nana më çdo sa çabën e burrën tënd. Sigurisht se ka nevojë, nuk ka nevojë me ditë baba e nana që ka bën ti me gruan tënd çdo bisedë, nuk ka nevojë me ditë sens po vyn. Nuk ke nevojë me shko marrë direktiva si në Partinë Komuniste, atje me shko marrë direktiva, atje tani me ardhmë sipas e këtyre direktivave me e urdhëresave me punu të burri. Me thonë kështu më tha baba, kështu më tha nana. O i bia, ti nuk jetë baba të nana, ti jetë burri. Ti jetë tash këtu të une, në shpjetë em, këtu han bok me mutë, nuk kanë të baba të nana, Allah në gjennet qoftë. Baba, nana në shpjetë vetë, na jena shpjetonë. Andaj bënë më i gjanë pak Allahu të rujtë, inshallah Allah, ma se qenë mirë me gru, inshallah Allahu va përmirëson gjendjen. Po. Amin. Kalojmë tek telefonata e radhës. Selamu alaikum. Aleikum selam. Urdhëne. Kam një pyetje për hoxhën e nderuar. Po, urdhëne, me pyetjen. Gruaja ime para 15 ditë, sa ishte shtatzon, ka pas një mosmarrëveshje me nënën tem. Po jemi domas na, unë jetoj vetëm me grua me djalë, tash që kem. Ka ndonë këgja stres, kështu kur të vjen nona të na me nejt, i shërbene, të në po mi full si full, s'ka që binë për mi full. Po dhe djallin po ashtu së ndjen tash me qute nona, se thot që ta janë që më ka ndonë stres, e ku mujt me hunë, kënë bebë. Tash unë jem ronë mes dy zjarët, kënina nona më dhimet, kënina nusja nuk di si një bërë tash. A i ki largë më zvete? A i largë më zvete? Apo të gjënë? A janë largë me zvete? A janë largë me zvete për pytë hoxha? Jo, si t'ja bëj, thash me... E qartë, ta më. Me grute. Qartë është pyetja, faleminderit, e kishte fjalën për se janë largë kështu. Natën e mirë, selam aleikum. Mes dy zjarë më thaj shkreti. Allahu e letofti djallë, bëllë gjëna. Amo ke pas ka grune, pas ka një qikë të fort aja. E pas ka një qikë të fort aja, që pas ka kështë thënë. Jo i motër, ja. Pe shejtanët e kijata. Pe shejtanët e kijata. Të t'ja Allahut. Të t'ja Allahut, nuk e foli, vihra pëse t'ka nërëzu, vihra pëse më ka shka këtu stres, birra, t'ka hidru, t'ka mbyt. U bë nami, s'ka thoni ki sytë e zia, sytë e bardha. Po në qka s'pën pas thonë. Jo ja ka qëllu, jo s'ja ka qëllu. Nja pas qëllu, ja ka qëllu, la ilahe illa Allah të falë ty. Nëse se ka qëllu, Allah e falë të ata. Ka që ke punë. Pra, për ata Hasan Basriun, kër i ka thonë dikush se filani ka folë për të kështë ka përgoju, ka thonë nëse e ka qëllu, aj mu Allah më falët. Nashtë e ka mirë, po nëse shatë metat e mija. Ate Allah shpërbleft e mu Allah më falët, nëse ka ma të meta. Nëse me kanë gjitë, Allah e falët ata. Allah e falët ata. Pra, këtë njërë për dyjave, ose ka gabu aje, se ka qëllu nana, ose te ki qatohen, për te se pranën, se s'len ego unë jëtë me pranu.
Në të dy rastet, e që dyta me ra nëse kja të metë, e para me lehtë. E para me lehtë. Ama letë me thonë dikush hajnesh, apo hajnë, apo me kanë të hajnesh e me mshef. Por thotë dikush hajnesh, se ka hub diçka në shpe. A ja hajnesh ti ju, Allah e falt atë. Allah e falt. Se kom pas bërç, o ngot vjera, o ngot nga bëj, nejse, Zoti e falt. Përfundon brasa, që të përfundon? Kanë ka e matë ngatë se burën të në, oj, fisnike. Kanë ka e matë ngatë se burën të në, vlad. Kanë ka matë ngatë se djalin të në, gjysh është aje. Me qëfar drejt e thuti burët të në, si ala djalin vjerës. Sa ta më kanë bëjt qështu. Pëse qëfar hakmarë se je. A shëf qëfar shpirti ki. E me dhonë Zotë mundësi ty ma shumë, qëka bënd ti? Andaj zbët e zemrët të të Zotit bërë istikfarë. Se që ke zemrë jote që nuk është zemrë e mirë, vje keqë. Ke zemrë jote nuk është zemrë e shëndosh, kjo është smut. Zemrët cila mani nati, e cila nuk zbutet, e cila nuk falë, a i zemrë është smut. Zemrët e njerëzve falit gjakën e vladit, e ty të ka thonë sytë e zi e kisja falë vihrës. Mëse s'pravan Allah, azza wa gjell marand. Kërkush nuk për thotë që ka me për qafe. Marrë është për ty. është torp. është marrë për nanën tane, për babën tane, për familjen tane. Me marrë vesh ata se ti nuk i flet vihrës. Shëndin vetën baba nanë me shku të qika vetë, e qika nuk i flet vihrive. Pa në thash në fjallë të randë, ata në se prind të tu, na me zbahet, njerëz jena na, gabojmë, ngutemi, se qëllojmë. Në pas kulturë robi, edukat, dhe dënja e shkën kështu funksionon, i vogli respekton të vjetrin, lëshën pëndajt vjetrit, i vjetri e mshërën triun. E mshërën triun. Por mërgudzim me qërtu, me këshillu, mërgudzim. Ky vjetri, ky riu, sillet mirë dhe vjetrit, e dëran, edhe nësaj se qëllën, edhe nësaj e lëndan, e ofendan, këtë me i vjetër është. Me i vjetër. Kështu është edukue mileti, shoqëria. Pse e thunë nanë? Për çka e thunë nanë? Virës, për çka? Nanë biologjike? Jo, mëra, kërkës për thëtë, stakfirullah. Kuptim të respektit. Kuptim të respektit, i thunë nanë. Nanë është emni më i shajt në këtë dynja, më i madhe. Pra, unë kam nanën time biologjike, për të kam ty nanë nga dashnia dhe respekti që ta ku marrë djalin tënd, dhe unë jetoj me djalin tënd, dhe krijoj familje me djalin tënd, dhe ty të respektoj si nanën tem. Kje ka manake punë, pse thu kësaj vihrës nanë e vihrët babë. Thuj ndryshe të ngriti në rang të nanës për nga respekti jo dashnia, e ngriti vihrën në rang të babës për nga respekti. Kjo ka manake punë. E qysh ka i thua nanë, ka s'da me folë, nuk i flet heq. Ku pa përputhe këto? E me të bërtit në najote, që ka bën? Mërzit është pak ja falë. E pse kësaj s'pja falë? Pse kësaj s'ja falë? Grunë tanë Allah e drejtoft, ty Allah e të forcoft. Vazhdojmë tutje, inkuadrojmë në telefonatën tjetër, alo? Selam aleikum. Aleikum salam. Kam një pyetje, na që dim do më thonë çdo njeri e ka shejtanin në trup, do më thonë, pyetja jam është kështu, a do ta takojmë shejtanin që e kemi në ditën e gjykimit? Selam aleikum. Aleikum salam, Allah.
Çdo njeri tha ka shejtanin në trup, a kena me taku botën tjetër të shejtanin. E vërtet, çdo njeri e ka nga një kaft lartë. Qarin e ka quajtur Allahu. Qarin është shoqërues. Ka edhe në hadith edhe në Koran. Qarin është shoqërues. Këtë pejgamberi ka thonë shumë qartë sallallahu alaihi wasallam, nuk ka njeri që nuk e ka me vete një qarim në lëgjen, e që e mësën për keq, e nëzit për keq. Ka thonë ja Rasulullah, as teja, ka thonë as unë. Për pas që mua Allahu më ka ndihmuar dhe është bërë musliman. Kjo është bërë musliman, lexohet në dy mënyra, kjo fjalë. Në njërën formë të leximit është bërë musliman, e kur bëhet musliman të urdhëron për të mirë. Në kuptim tjetër, është jam i siguruar i mbrojtur prej tina. Pra nuk mundet ai me mba mu keq, as më nxit për keq. Kjo është për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për krejt të tjerë deri në kiamet, njerëzit e kanë nga një kaft lartë, nga një drejt i cili nuk i ndahet deri të jap shpirtin. Pra njeri ka dy milaqe me veti. E ka dhe një dreq me veti. Kështu që insani kur vetë nuk është. Madje, ka mendime të ulemave se robi ka 4 milaqe me veti. Edhe ka dreq me veti. Dy milaqe të cilat e shënojnë, mund i shënojnë sevapet dhe gjëna hadjat të majtë, dhe dy milaqe tjera të cilat e ruajnë atë. Lehum aqibatun min bejni idejhi në khalfihi yahfadhunahu min amrillah. Ai ka shoqërues, para dhe mrapa, shëms, para dhe mrapa shoqërues që e ruajnë atë. Bi emrillah me lejen e Allahut. Të këtë koranore kanë thënë disa ulemat të selefit se robi ka 4 milaqe. 2 ka para, të cilat janë milaqe djathtë dhe majtë, që shënën sevapet dhe gjunahet, edhe 2 milaqe tjera të cilat shkojnë 5. Të 4-tat e përcjellin robin. E ka dhe kaftlartin, i cili i shka në insanit për mazdeje në kiamet. E ta në ditën e kiametit po, takohet me ta sepse ka me qëru hesape me ta. Atëherë, nëse kemi telefonatën e fundit, mund të marim. Selamu alaikum. Aleikum selam. Por, nani? Kam një pyetje, jo një vëlla musliman, në të Francë, të të na e folin gjmon një orë, para se me hikoha, a është e lejuar ajo? Në Francë, falet gjumajnë një orë para se me hikoha? Po. Shama është 1:45, në folin 12:45. A je sigur që hen drejka 1:45? Po, ata folin 12:45. Dhe me thonë, me siguri e fali para koha. Po, një orë para se me hikoha. Tamam. Rregull, faleminderit. Selamu alaikum. Natën e mirë. Falja xhamas para kohë është ndaluar tek shumica absolute e ulemave, në mesin e tyne edhe 3 mëdhëbet. E ndaluar tek Hanefit, e ndaluar tek Malikit, e ndaluar tek Shafit dhe ndaluar edhe tek shumë Hambeli apo një transmetim të Imam Ahmetit. Por është lejuar të Imam Ahmedi në një rivajet, në një transmetim tina, lejohet falja xhamas para kohës. Thuaj ndryshe, Imam Ahmedi ka një mendim të tina se koha e xhamas fillon apo bën më fal prej kohës kur bën më fal Bajramin. Kur fillon më fal Bajramin? Kur fillon koha?
kur të ngritet I dielli, pasi të lind sa një shtizë. E që I bie, diko, rreth 20-25 minuta, pasi të lind dielli, falet Bajrami zakonisht, e tutit e poshtë është hop, deri ndrej, kur dush. Dhe deni qini. Pra, bën falë Bajramin, herët, në fakt Bajrami falet herët, bën më vonë, edhe gjimon këtë transmetim të Imam Mahmedit bën me falë më herët se sa kohën e vetë. Sigurisht, sa ta vllazën atje në Francë, të cilët kanë marrë vendim që ta falin gjimon para kohë, janë bazuar në këtë fetva, apo e kanë pyetur ndonjë hoxh atje, apo në Arabi atje, apo në Francë, dhe ai ka thonë se lejohet sipas Imam Ahmedit në një transmetim të tij. Po, pas kanë argument. Po, ka një argument. Por të tjerë kanë thonë jo. Tamam. Tash shikojmë dhe themi, nëse nuk ka mundësi që gjemaja të falet në kohën e vetë. Që arsyet janë të thjeshta. S'kan pauzë, s'kan mundësi, s'kan pauzë, s'kan pushim. Pushim në kanë qëtë kohë. Me lanë ma vonë, hini qindia. Pra s'ka rrugdalje tjetër, u lejohet aty në inshallah me falë, para kohë, për dire se ka thani Imam Ahmedi, por unë, mendimi jam, I kisha shtuar gjumaz edhe farzën e drekës. Qysh e kanë shumë Hanefi edhe shumë Shafi. E që tek ne në fik, tek ne thuhet atje me falë drekën e mram. I bjen me falë drekën e mram. Pra falë farzën e gjumaz, hutben, farzën, pas farzën e gjumaz, mu që me falë edhe 4 recate farës të drekës. Kjo është si mas preventive. Nëse të Allah nuk është pranuar gjumaja, pranohet dreka. Nëse të Allah është pranuar gjumaja dhe inshallah, pranohet që presejmë të Allahu, kjo është ka nafile të Zotit, se anë së humbë. Asë gjë nuk humbë. Kështë që mu se dojë gjematit, Allah është përblevët. Atër Hoxhë, pra kemi përfunduar kohë në rregull, por një përgjigje të shkurt për një pyetje shpejt nga diaspora thotë gruaja lejohet me ecë me sandale për pa çorapa. Jo nuk lejohet. Gruaja ndashtes dath, ndash me sandale, ndash me çizme, me rëndësi ka më nuk bërë me dok shputa. Kjo është rëndësishme. Po. Gruaja e cila del me shput të zbuluar pa çorapa I është dukur avreti sani dhe ka bu haram. Po, nuk diskutohet e punë. Nuk bën me dok shputa gruas. Atër, Hoxhë, faleminderit. Gruas vetëm 2 gjymtyr bën me dok, shplakat e dorëve dhe fytyra. As gjë më shumë. Dhe këta me sa të dush argumente. Por koha është... Ka të kishim ku për sonte, faleminderit shumë. Të nderuar miq të RTI-s, takohemi në emisionin tjetër të radhës. Ju vazhdoni edhe më tutje të qëndroni me programet të RTI-s. Selamun alejkum.